emrim është përmend, emrim është ataku, është sulmu, nuk e kuptojsh as vetë çka po ndodh me emrin tim. Ai ka qenë thjesht një moment i vullnetit të kryeministit Kurti për me imi natyrisht, për me dalë prej një ngërshi, për një situate të pazgjidhur, qysh edhe jemi sot. Arsyet i kom shpjeguar 100 herë pse emrim ka qenë i vendosur aty si diskutim mes dy liderëve politik. Nuk mundem me ditë arsyen pse është refuzuar nga pala tjetër. Megjithatë, me thënë të drejtën, a ka qenë vullneti im? Jo shumë. A është nder i madh o shumë nder i madh? Dhe kur po i ndëgjoj dhe po i shoh që sepse e pashti kur e ndëgjova, nuk e di kënd e ndëgjova që kryeministri Kurti ka desht me lujt me figurën e Andin Hoxhit. Dëgjova me lujt ka kuptim nëse lujnë me naj pozit ku e diun atje një zyrtare që të ishë më herët fotokopjes, po me ta ofru presidentin, me thënë je kandidat për president, dhe qovë veç kandidat, kur gjë tjetër. Edhe me thënë dikush tjetër që po lunë, kjo është banalitet. Kjo është veç me desht me thonë që ne si jemi gatshëm me bozidhje. Nëse më pyet Glauku Konjufta ashtu dhe Andin Hoxhi ashtu, unë kam drejt me votu, unë e votoj Glauku Konjuftën. Unë vetë kisha votu Glauku Konjuftën për boll meje. Sepse ka përvojë më të madhe politike, institucionale e tjera tjera. Mirë, po janë rrethana çysh janë rrethanat. Unë nuk e di çysh do të zinë zgjedhja. Unë e di që po krijohet një precedent i rrezikshëm, i gabueshëm, i kalkulueshëm shumë gabim prej partive politike, sidomos opozitare në Kosovë, me idenë që po shkojmë zgjedhje dhe po ndryshon rezultati, qysh do qoftë që ka me ndryshu rezultati, ka me pru probleme shumë të mëdha në Republikën e Kosovës, se sa që kemi sot veç për një president. Unë do isha i gatshëm, qysh po më pyet që 3 herë, si emër, vetëm nëse kretë partitë politike konsiderojnë që s'po gjejnë një zgjidhje tjetër. Nëse gjejnë udhamar, sepse unë jam shumë i vullnetshëm për me punu në këtë ministri dhe me qu përpara objektivat që i kemi në këtë ministri. Unë sinqerisht veç bëj një lutje dhe më falë që partitë politike të gjitha në Republikën e Kosovës të krijojnë politika afatgjate, strategjike dhe jo sot për nesër. Po gabojnë shumë. Po gabojnë shumë sepse po i çojnë qytetarin 5 herë dhe ti del në rrugë dhe me si qytetar që i bisedon, e kanë të njëjtin problem. 5 herë për që në zgjedhje, po e demoralizon në pikë fundit, dhe tu e ditë edhe herë në fundit që ka ndodhi me vota, që nuk ka 3 muaj, po gabojnë shumë sepse po hinë me një precedent shumë të rrezikshëm, që nuk ua garanton kërkush që presidentin kanë me mujtë me zgjedhë ma zgjedhë, sepse nuk ka parti politike në Kosovë që mendojnë aktualisht që mundet me i marrë 80 deputet veç vetë, 81 deputet, nuk ka. Të gjitha sondazhet nuk po e thojnë qëto që i kemi ne, që po i shohum ne, e po ashtë edhe në ditë në njën prej medium. Nuk po e thojnë që ka me bas në ndryshim të madhë për opozitën, bile po e thojnë që ka me bas ndryshim për lëvizjen vendosje,